Do të duhet të ndërpres, kryeministrin Rama e kemi në Estoni, aty ku po mbajt kjo konferencë kaq e rëndësishme, është duke folur ndërkohë, e ndjekim kryeministrin e Shqipërisë. Qytet, është hera ju e parë. Po, është hera ime e parë. Urime. Zbulova ushqimi këtu është i shkëlqyer, çka nuk e prisja. Dhe nga ana tjetër, u sigurova që t'ju sjellja ca diell këtu. Shoh që tani që do largohem është sërish errësirë, po ndjes dashurimisht nuk rri dot më gjatë këtu. Cila ishte pyetja juaj? Sepse nuk më bët pyetje, thjesht bët një karakterizim timin, dhe në fakt nuk thash që nuk duhet më ftoni. Thash, nëse doni që njerëzit të flasin shkurtimisht, mos ftoni dikën nga Ballkani, është ndryshe. Ndjes, ju atribuova gabimisht faktin që po flisnit për veten. Pyetja ime për ju është që duke qenë larg prej këtij kufiri rus së kësaj krize ekzistenciale që vendet baltike e nordike ndjejnë çdo ditë, cila është ndjenja për NATO-n? Si e shihni NATO-n 3.0 në Shqipëri? Edhe një herë, një vend tradicionalisht fort pro marrëdhënieve transatlantike e NATO, si ndjehen shqiptarët në raport me NATO-n, apo ndjejnë se gjithçka janë në rregull? Shqiptarët janë Taliban perëndimor. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi me aleancën transatlantike deri në fund. Çfarë do të jetë? E me qëra fjalla këtu dua tani, sepse dje pata nderin të merja pjesë në një ceremoni shumë të bukur në Gjermani, ku u nderua Mario Draghi me çmimin Charlemagne. Ai mbajti një fjalë që më bëri të mendoja që kishin kaluar 2 vjet që nga raporti i tij për Evropën. Dhe ndërkohë fjala pak a shumë thellohej në të njëjtën gjë, ajo çfarë ka ndodhur kur bëhet fjalë për të vepruar nuk është shumë, dhe kjo është baza e shqetësimit kryesor nëse flasim për shqetësime. Nuk dua të provokoj askënd këtu. Por jam shumë i tunduar të heq jo një paralele, por të bëj piknisje ish bashkimin sovjetik. Kur vjen fjala se si gjërat kuptohen apo perceptohen në një mënyrë apo në një tjetër, por ndërkohë nuk trajtohen. Kjo është tunduese, jo sepse Europa mund të bëhet bashkimi sovjetik, por është tunduese sepse ka një pyetje themelore që kërkon përgjigje. A mundet Europa në kushte të caktuara të lejoj imperativat e mbrojtjes, ankthjen gjeopolitik dhe përgjigjet e fragmentarizuara për të krijuar një mungesë afatgjatë ekuilibri midis ambicieve të sigurisë dhe atë që unë e quaj qëndresa e civilizimit. Çka me fjalë të tjera do të thotë se po përballemi me rrezikun që barra e sigurisë të shtrembërojë përparësitë ekonomike. Inferioriteti i perceptuar strategjik të shkaktoj një mbireagim, dhe ajo çfarë është pjesa më dramatike, duke folur për NATO 3.0 apo çfarë do ta quani, është që fragmentarizimi burokratik dobëson reagimin, çka më tej na çon në një tjetër pikë që meriton së paku vëmendje e diskutim, e cila është se legitimiteti politik minohet nga kërkimi për fuqi ushtarake, apo jo. Të gjitha këto gjëra më shqetësojnë
për atë se ku po shkon Europa, pra në vend që të fajsojmë, të kemi të rivlerësojmë pozicionin ton, duke drejtuar gishtin drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës apo presidentit Trump. Na duhet të bëjmë një vlerësim të mirëfill, të përpiqemi të kuptojmë se konteksti sigurisht që ka ndryshuar, por cila do të jetë përgjigjja reale. Nuk mendoj se përgjigjja reale duhet jetë vetëm që të hidhemi në mbi shpenzime dhe të mos trajtojmë problemet strukturore që kemi, sepse jemi shumë vende, së bashku jemi një ekonomi e madhe, po kur vjen fjala pastaj tek e gjithë mënyra me të cilën duhet të veprojmë dhe të harmonizohemi, nuk jemi më ashtu siç dukemi kur shihemi si një shumë aritmetike e PBB-ve tona. Do ta mbyll për habin tuaj me një pyetje që mendoj Europa duhet ja bëj vetes. Sa mund të shpenzoj një civilizim për të siguruar vetveten pa dobësuar themelet që e bëjnë t'ja vlej të sigurohet, sepse ka kaq shumë detyra e sfida komplekse që na duhet t'i trajtojmë paralelisht. Ashtu siç tha Mario Draghi dje, na duhet të reflektojmë mbi një fakt të thjeshtë që nuk kemi barriera me botën, e krejt befas tronditemi që pas ka disa tarifa, por kemi shumë barriera brenda perimetrit ton që nuk na bëjnë aq të fortë sa duam të dukemi kur vjen momenti për të reaguar në drejtimin që më pyetet. Po, falenderit juve dhe pastaj mendoj që edhe udhëheqësit balltik duhet flasin sepse rezistenca e tyre mbështetet në fuqinë ushtarake. Unë nuk jam pjesë e panelit dhe nuk mund të flas më tej për këtë. Edhe mund të diskutojmë edhe për këtë sepse këto janë natyrisht pyetje shumë e vlerë për shoqëritë të cilat kanë shtuar buxhetet e tyre për sigurinë dhe kanë një qasje mbar shoqërore për këtë. Tani duhet edhe ju t'jeni argëtues pas kësaj. Ju keni bërë një turne